shpëtoj Kristi. Kristi më ka shumë gjanë. Dhe unë e kam bërë veten që Kristi të ketë gjanë. Dhe Kristi kur erdhi puna ishte i fundit e mban mend. Kristi ishte të mendu, kishte gjithë kohës për të menduar këtë do shpëtoj. Po pa ne mund lan parin ato. Po e di unë. Që të kafsh atë që duhet. Se rradha nuk ishte sipas alfabetit. E di unë këtë gjë. Kristi po mendoj. Unë e dija shumë që do shpëtonte Anxhelon. Kristi nuk është budalla. E dinte se ishte i rrezikon. Po e dinte mos se dinte. Ja kam thënë unë, ja kam thënë unë. Po, se më ka pyet, para se ti vite gjëja, ka pyet kush e ka rradhë. Anxhelon thash. Ai mos informacion në fund gjë. Edhe shpëtoi. Anxhelon bëri shumë mirë. Po se bëri mirë mos e duhet. Anxhelon kishte dalë me këtë kaçën, me këtë gjashën, Anxhelon kishte dalë. Kanë për t'u kthyer gjithë kundër Kristit. Kristi në rregull është. Po ti po ta them. Vetëm të ketë nerva. Po Kristin, unë atë du. Ta kenë gjithë kundra që kur të ndali mu, pam. Në momentin që do të godasin aty ku s'do mbaj, kur të vinë dorë, do t'i godas aty ku se majnë. Se do t'i bia atyre për ertë parë. Dhe mbas me sa dush. Do goditë mund. E kupton? Jo të Loreja. Se mas e Loreja hikën. Iko ajo. Ajo me malin ikon, ta them unë. Po se do t'a kishte Lora me malin o vlla, që ditën e parë. Po qa mali ka konflikt me mu t'i ri me malin e? Më qëtëso mu malin. Që du me malin dire jashtë. Malin nuk e kupton ajo vlla që mu malin macaron, pa mërësi se unë e malin. A dash me bëk të gjën që... Qa? Kam qa ka me mirë në shtërë gjë, qa ka me tjërët është shtërë gjë. Edhe prap del vetë.